إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, megjithse jemi në një temë të caktuar në disa xumaja me radhë, me lejen e Allahut azza wa jall do të kalojmë në një temë tjetër për të kthyer përsëri nëse Allahu na e mundson. Duke e pas parasysh që jemi në disa ditë me vlerë, në disa ditë të veçanta, në disa ditë të rëndësishme, në ditët e para të muajit Dhulhijja, për të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk ka ndonjë ditë që veprat e mira janë më të dashura te Allahu azza wa jall se sa ditët e para të muajit Dhulhijja. Than ja Rasul Allah, as gjihadi në rrugën e Allahut azza wa jall, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as gjihadi në rrugën e Allahut azza wa jall, përveç nëse një njeri del në rrugë të Allahut me veten e tij, me pasurinë e tij dhe ma nuk kthehet nga ajo rrugë. Në këto ditë që jemi, janë ditë me vlerë të madhe, ditë me mirësi të madhe, ditë me shpërblime të mëdha, ku besimtari këto ditë duhet të mundohet të shfrytëzon me ibadete ndaj Allahut azza wa jall, me dhikr, me lexim të Kuranit, me ibadet, me dua, me sadaka e kështu me radhë, me çdo ibadet që ka mundësi, e që në mesin e këtyre ditëve është gjithashtu një ditë e veçantë brenda gjithë vitit, është një ditë e madhe, është një ditë me vlerë shumë, është një ditë që secili prej nesh duhet të mundohet ta shfrytëzon atë, dhe ajo ditë është dita e Arafatit, dita e Arafatit, e cila ka shumë mirësi, e cila ka shumë vlera, dita e Arafatit, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Arafatit Allahu i nxjerri shpirtat nga shpina e Ademit alayhis salam, u shpërndan gjithë shpirtrat që do të jetojnë deri në kiamet, u shpërndan sikur të jenë miza, sikur të jenë milingona. Allahu azza wa jall ju foli të gjithë atyre duke ju thënë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Qalu bela, të gjithë thanë, gjithsesi ti e Zoti jon, shahidna, ne dëshmojmë se ti o Zot je Zoti jon, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, që mos thoni nesër, ditën e gjykimit, ne këtë besë që ja kemi dhënë Allahut nuk e dim, e kemi harruar. Allahu na përkujton me te në ditën e Arafatit. Gjithashtu, një jehudi i tha Omerit radiallahu anhu, o emiri muslimanve, ju ka zbrit juve një ajet, të na kishte zbrit neve, atë ditë do e kishim shpall ditë feste. Tha Omeri radiallahu anhu, për cilin ajet e ki fjalën? Tha jehudi, një ajet që ju ka zbrit juve në Kur'an, që Allahu thot,
el yawma akmaltu lakum dinakum, sot unë e plotsova fen tuaj. Tha Omeri radiallahu anhu, ne e dim kohën kur ka zbrit ky ajet, vendin ku ka zbrit ky ajet. Ky ajet i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Arafatit, ku ne ishim në Arafat. Allahu i zbriti, el yawma akmaltu lakum dinakum, sot unë plotsova fen time ndaj jush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e realizoi shtyllën e 5 të Islamit, e realizoi haxhin. Allahu ja zbriti këtë ajet, kjo fe Allahut azza wa jall u kompletua, u plotsua në ditën e Arafatit. Është një mundësi e madhe për secilin prej nesh, por secilin prej neve gjunahçarve. Është një shans, është një mundësi e ardhë që nuk duhet t'i ikë askujt prej besimtarve. Cila është ajo mundësi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet për agjërimin në ditën e Arafatit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi asaj dite i shlyen, i fshin gjunahet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Ai i cili agjeron në ditën e Arafatit, që në këtë vit dita e Arafatit është në ditën e ejte e cila vjen, në ditën e ejte, dita e Arafatit, ai i cili agjeron në ditën e Arafatit, Allahu i ashlin mëkatet e vitit të kaluar dhe mëkatet e vitit që vjen. Se cili musliman, se cila muslimane duhet të mundohet që ta shfrytëzon këtë ditë me agjerim për hir të Allahut azza wa jall dhe me ibadete tjera ndaj Allahut, me shpresë që Allahu t'i afal gjunahet. Në ditën e Arafatit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu zbret në qiellin e dunjas dhe ju krenohet me lajkeve, me robërit e tij të cilët janë tubuar në Arafat. Haxhilerët mblidhen nga gjitha vendet e botës, tubohen në një vend të caktuar në Arafat, të gjithë në një pamje, të gjithë në një veshje, të gjithë të përullur, të përkushtuar me vetmin qëllim për hir të Allahut azza wa jall. Allahu ju krenohet me lajkeve dhe ju thot atyre, shifni çka kërkojnë robërit e mi, çka kërkojnë robërit e mi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë ditë që Allahu azza wa jall i liron njerëzit nga zjarri i xhehenemit më shumë se në ditën e Arafatit. Në ditën e Arafatit Allahu liron shumë njerëz, i pastron, i mbron, i siguron, i shpëton nga zjarri i xhehenemit. Është një ditë e madhe. Andaj Ibn Rejebi rahimullah tha, në ditën e Arafatit njerëzve ju zbret falja nga Allahu azza wa jall, njerëzve ju zbret lirimi nga zjarri i xhenemit. E që pas asaj dite është një ditë e madhe, ditë feste për gjithë ummetin islam. Pas ditës së Arafatit muslimanët festojnë në ditën e Bajramit, ku në ditën e Bajramit gjithashtu realizohet një ibadet i madh, i cili është kurbani, për të cilin tha Allahu azza wa jall, fasalli li rabbika wanhar, falu për Zotin tënd dhe therr kurban për hir të Allahut azza wa jall. Gjithashtu tha Allahu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, të gjitha janë vetëm për hir të Allahut, la sharika leh, nuk i takon shok atij. I bëjmë të gjitha këto ibadete, sidomos në këto ditë të mëdha, vetëm për hir të Allahut azza wa jall, me shpresë që Allahu do të na fal mëkatet, me shpresë që Allahu do të na liron nga zjarri i xhehenemit. Ne lutim Allahun azza wa jall të gjithë ata të cilët i kemi përcjellur por në vendet e bekuara, Allahu haxhin e tyre ta pranon. Të gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi që të udhtojnë në ato vende, të realizojnë këtë ibadet të madh, Allahu haxhin atyre tua mundson.
Të gjithë ata të cilët do të therin kurban, Allahu kurbanin e tyre ta pranon. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.